Ka njerëz që nisin në mëngjesin me kafe, disa të tjerë me zhurmën e rrugës, disa të tjerë zgjon me një tekst, me një melodi, me një këngë në mendje. Sot në studio kemi dikë që po vjen dal kadal mirëfilltazi në tregun muzikor shqiptar. Ai ka bashkëpunuar me disa prej emrave më në zë të momentit, por në fakt sot nuk është vetëm, janë dy, njëri kitarist, tjetëri këngëtar solist, dhe do dhurojnë tamam disa këngë siç duhet të nisë mëngjesi. Ne në studio Ervin Qerimi, këngëtar, mirë se vjen, mirë mëngjes. Dhe Elvi Nuga, kitarist, flet kitarja vetë për atë punë, po e kemi për detyrë të prezantojmë edhe rolin. Çuna si jeni një herë? Mirë, shkoj mirë. Dukeni që nuk jeni njerëz mëngjesi, më duket mua. Ne faktikisht mëngjesin e kemi natë. Natën, po më shkojnë e natën. Punojmë studio, edhe normale që rrim vonse. Kjo orari nuk është shumë i mirë për ty, besoj. Prandaj vjen vonë të zërë. Pak vonë, shumë pak. Ndërsa ti, Elvi, ti duhet kesh një regjim ndoshta, apo as ti nuk i ke? Ja, si vini, ashtu jam të unë. Okej, se dyshoj. Jeni bashkë. Pra nuk jeni nga ta që zgjoni 7 mëngjesit, po duhen ja 2-3 kafe dhe ju pastaj zgjoni. Mirë, si dhoni një herë, ta nisim me atë kush, qfar ju jeni, këthemi pak vite në ko, apo vlasim direkt për projekte muzikale. Se dhe neve na intereson tani të dim si e nisët, kur e nisët, kush ju shtyu, kush e zbuloi talentin, të ti Ervin, pastaj të gitara, sigurisht. Unë kam nisë shumë i vogël në karrierën time, edhe kam nisë me këngën e parë Do bojmë dallandyshe, të cilën është kompozuar nga Eri Qerimi, të cilin gjej rastin e përshëndes shumë, edhe nga Artur Qerimi. Në me thënë ishte këngë e ti. Që këto qërimat të tjerë? Këto i kam ropët e mi dhe... Janë familjare, pra, se nga jetin mbi emër. Edhe ja kam kërkuar atë këngë, i thash më pëlqeu shumë, edhe i thash dua ta bëj unë këtë këngën, edhe duhet ma japësh mua që ta këndoj. Normalisht që pranoj direkt me ma dhënë këngën, edhe e bëra. Me thënë e hudhëm në YouTube, edhe nuk është se vazhdoj të hecë në fillim, kupton? Neti një periull pauz, pastaj u bë shumë viralin TikTok. Shtu është kur nuk i blen klikimet, o? Sepse është kjo faza e shëndetshme kur ti pret që të kesh vërtet... E suksesi bio, do mësë. Organik. Pastaj e boni remake DJ Kraksi, cilin e përshëndes, bashkë me Englin. Dhe pastaj u bë shumë viralja kënga dhe pastaj vazhdova karrierën time parë që... Pra, një këngë. Edhe ajo bë se ve. Elvi, ti me kitarën ke një studimet kur? Unë me kitarë kam nisë që në moshën 10 vjeçare, le të themi. Në moshën 4 vjeçare unë kam kënduar. Këndoja në për koncerte, me kopshtin, ato fëmijët e vegjël kështu. Kori. Me korin, po, është e vërtet. Edhe aktualisht jam duke studiuar në liceun artistik për kanto. Kam bërë 3 vite në kitarë, tani jam viti 3 për kanto. Dhe cili ishte momenti parë që u bëri bashkë të dyve? Atëherë, ne me Vinin jemi njohur... Si duhet ketë një përputhje artistike? Po, normal. Po ja leta themelin të pjesë. Neve në fillim kemi pas një grup muzikor, edhe aty u njohëm me Vinin, kemi punuar me live-in bashk, muzika na bashkoi, plus njohëm karakteret e njëri tjetrit, edhe u bëm shumë shok pastaj. Dhe ju jeni kudo bashkë, besoj edhe në live-et e tua, është kitaristi, kafe, gjithë kohës. Ervin, ndërkohë ti ke patur bashkëpunime me shumë artistë të njohur, na trego pak, kush ka qenë bashkëpunimi më i lehtë edhe ai më i vështirë? Do i thuash disa emra tani, po do i thuash disa emra. Kush ka qenë bashkëpunimi më i lehtë, ai që ka ardhur natyrshëm, nuk flas vetëm për përputhje artistike, por edhe në natyrë njerëzore. Kush ta ka bërë punën të lehtë ty? Dëgjoj, çdo kush ku kam shkuar në për studio, normal që ma kam bërë punën të lehtë. Po që kam artisti që ke bashkëpunuar. Hajde, na thuaj. Që kam marrë me shumë emocion, domethënë, po tregojmë shumë i sinqert, e kam marrë me Luanën. Pse çfarë ndodhi me bashkëpunimin me Luanën? E kam marrë vetë emocionalisht, se thash si arrita deri këtu të bëj bashkëpunim me... Se Luana emër i madh, po thua. Edhe më ka marrë Edlir Begolli, cilin e përshëndes. Më ka marrë në telefon, tha të të vish studio me patjetër, më tha që të provosh diçka se është për ty. Edhe kam shku studio, e kam provuar këngën, më befasoj shumë, e kënova edhe doli shumë mirë bashkëpunimi. Mirë, se do të pyesim dhe për Luanën, por me qenë se e përmende vetë, bye-bye të zullot këngë me Luanën dhe Don Feno, në?
Bye bye. Po ta luajmë, ta këndojmë pa. Mendimon e Se është momenti që të mirë. shikuesit tanë të zgjohen pak. Oh baby, për ty nuk manit, ma bone ti mu përri nate, ta di shka me ta bo mazi, se ti me mua ka she pate. Oh baby, për ty nuk manit, ma bone ti mu përri nate, ta di shka me ta bo mazi, se ti me mua ka she pate. Ervin, kjo nuk është dedikim personal, besoj. Ja. Nuk i thua dikujt të ta bëjmë mëzi. Ja, nuk është dedikim personal. Mirë, Ervin, po të dëgjosh këngët e tua, për shumë të referëm këngët së fundit me Gerta Mahmutaj, këngën me Vlanin, këngën me Silvën, edhe Bye Bye, prap janë të më thënë këngë të ndjera, këngë dashurie. Ti e djalë emocional, i përjeton gjërat, apo të besoj një tekst dhe ti e mbron më së miri si material muzikor? Nuk është se jam emocional. Se vrasë ti farë, Gerta tha që ti e pak romantik. Jam romantik, po dediku. Dediku jam romantik, sepse dëgjo, me Gertën e kam gjetë shumë vetën të ka këngë, edhe pëlqej shumë, do me thënë nga, po themi nga gjithë këngët që kam bërë, e gjej më shumë vetën të ka këngë. Më pëlqen shumë edhe Gerta mënyrën si e ka kënu, aty e gjej vetën. Ty të është besuar vetëm refreni këngës? Po. është e mirë menduar ajo gjëja, ashtu? Të më thënë ti të mos kesh asnjë strofë, por vetëm refrenin. Unë kam kënuar vetëm refrenin të ka këngë, të cilën e ka bërë Irkensi. E dim, po se Gerta në afa. Po. Edhe për gjërat e tjera, për strofa jo nuk kam pas strofa për këngën, vetëm për refren isha të ka këngë. Dhe ti e gjeje vetëm. Po ta me dosh refrenet, tani po marrim më shumë audiencë se sa strofat, e kupton? Historikisht, atë të është Elvi këngë. Prisha i shumë vetë. Mirë, duket Elvi e programë në çdo moment Ervinin. Ke një artist në mendje që thua, sikur të kisha një mundësi të bashkëpunoja me të, pas Luanës, Gertës, edhe shumë emrave të tjerë, kush e ka radhën? Dëgjo, kam, për vetëm një është për duhet ta maj sekret. Se ke afër ndonjë plan, më duket, realizimi? E kam, por që këtë pjesë duhet ta maj sekret. Është çuna apo gotë? Është djalë. Është djalë. Alban Skënderaj. Flori Muajesi. A jemi gjëkundi apë? Duhet ta baj sekret. Mirë, do ta baj sekret. Po në rregull, më baj sekret. Ti do na thuash. Ervin, pyeta pak më herët për këngët. Sa këngë ke repertor deri tani, sa shënon? I ke numëruar apo e ke humbur numrin? Nuk është se kam numëruar me të thënë. Mirë, janë bërë goxha. Një nga këngët që edhe titullin e ka shumë goditës është Moj Majmune. Moj Majmune. E ke harruar si këngë duket? E kam harruar me të drejtën se dëgjo. Kam bërë shumë. Si çdo njeri kur nis karrierën, domethënë ka gabime për këngë, për gjona. Jo, desha të pyes, shiko se është gjetje, titulli është gjetje, me thënë të drejtën. Desha të them kush ka qenë ajo Majmune që ti ja ke dedikuar të këngën. Sepse ti thua një gocë Moj Majmune. Këtë tekst kësaj kënge e ka shkruajt Olci. Bylyku? Jo, Olci Bylyku, Olci Çelmeta, cilën e përshëndes. Okej. Edhe thjesht më ka marrë telefon dhe të provosh një këngë. Pra nuk është se kishte ndonjë lidhje të drejtë për drejtë me Majmunën, dikush kishte thyer zemrën ti the moj ti ç'bën edhe moj Majmunë. Në hapët e parë nuk është se pretendon shumë. E drejtë, ti këndon çfarë të besohet. Po, çat. Mirë, duke qenë pak më parë e nisëm të flisnim për Luana Vjoco dhe jemi në një ditë shumë të rëndësishme edhe për Luanën, sepse është finalja e Fermës VIP. Çfarë i urojmë Luanës e para dhe dyta si është Luana në aspektin muzikor si bashkëpunëtore. Pas pak do pyesim opinionistët se si është në aspektin pastaj të spektaklit edhe moderatores. Dëgjoj, tek kjo pjesë nuk është se e njoh shumë personalisht Luanën. Ose ndoshta edhe ndërtimi i këngës bëhet veçantë. Në thjesht jemi takuar në klip, kemi bërë klipin. Pra ishtemi dhe ne. Si ka qenë Luana në këtë bashkëpunim me ty? Ka qenë shumë më tha rri lirë, mos ke emocione gjona, më kupton? Po të kishe emocione? Po, normale që kishe. Sa sportiv është. Se ti më gjenë se po më thua jemi takuar në klip se
ndoshta nuk e ke parë të ka humbur, por para disa netësh në prajmin e parafundit të Fermës VIP, Luana këndoi me Bujar Qamilin ka një këngë mi dhe flag malli tim, po. Dhe Luana në fund bërë një shaka, ju e dini që është pak autoironike, kështu dhe tha, e qava live-in, tha se sa mirë këndoj unë live. Tani di Luana të këndoj live, po s'di Luana të këndoj live? Po, din Luana të këndoj live. Din. Dhe përdo në këto spekulime në rjetë, kështu që shiko se... Edhe këto autoironi që i bën veda jo, i bën me humor. Po t'i thua Luanës ma kap një sol, e kap një sol. Nuk e di, por që din të në lajë. Edhe materiali ka dalë shumë i bukur. Shumë i këndshëm, reali shumë i këndshëm. Komplimenta, mbetet çfarë do vijojmë me muzikë, se ky mëngjes bëhet shumë i bukur. Me Gerta Mahmut, kur ju na I bekoni veshët me muzikë të mirë. Me këngën që zë fantastik edhe gjithashtu melodi shumë e mirë. E kom dash me zemër, 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 zemër. E kom dash me zemër, 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 zemër. E kom dash me zemër, 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 zemër. E kom dash me zemër, 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 zemër. Fantastike, kjo është nga ime preferuar. Së fund me kam dëgjuar pa fund, jo vetëm nga Gerta, por edhe nga ky bashkëpunimi juaj. Është kombinim shumë i mirë. Pra, bashkëpunëtorja më e mirë është Gerta, mund të themi deri tani. Për momentin... Pa hatërmbetje për Luanën. Jo, dëgjo, nuk është për hatërmbetje, dikush kur e shef një bashkëpunim që është shumë i mirë për veten, normalisht që unë e pëlqej shumë, si bashkëpunim edhe pëlqen tani për momentin ajo është. Elvi, me qenë se je ai shoku që i gjendet Ervinit kudo, edhe në kafe, edhe në punë, edhe në klipe. Po, dhe këtu po i gjendet shoku, edhe në studio. Çfarë ka të keq Ervini? Ervini, vina më vjen keq tash. Duhet I thuar të jo të gjitha. A mund ta them unë një me leje? Po vazhdo. Vonohet. Sa po do të thoje korrektësia? Na thuaj diçka tjetër se këtë se këtë kemi kuptuar. Duhet Ervini korrekcinë e tha mirë. Po e tha, numëruam 2 herë. Që në hyrë të do bëjmë 3? 3, na duhet edhe një, po një nga kjo që mund ta dish vetëm ti. Është shkok fort, më mirë mos janë nxjerr të palara tani këtu. Mirë, ti me sa një veten është çfarë diçka që do doje ta ndryshoj të vetë. Ti I ri e ke kohë. Se ku ja thua vetes sa gjëra. E para që dua të ndryshoj ke vetja është puna gjumit. Jam I qik shumë probleme. E para, pastaj gjonat e tjera kam gjithë më regull. E para është vetëm Ke një dashuri ti për gjumin? Po, shumë të madhe. Du të flej vetëm gjumë, do vetëm. Kur zgjohesh bën ndonjë këngë, fle prapë. Jo, dëgjoj, unë ri me Elvin, me njerëzit që më rrethojnë materialet, rrim vetëm studio dhe rrim vonë, punojmë gjatë natës shumë. Sa atëherë keni frymëzime ju. Edhe gjatë ditës... Jo, nuk është gjatë ditës jemi në gjumë dhe natën jemi zgjuar. Kjo është. Është regjimi gabuar atëherë. Jo që nuk zgjojmë. Do ta provojmë jo, ta shohim. Nuk është se zgjojmë me natë shumë vonë. Zgjojmë me orare shumë, për shembull nga orat 2 ose 3. Zgjojmë. E drekës? Po, e drekës. Herët shumë. Shumë herët. Edhe me njëherë bësh gati dhe shkon për live. Je fiks për lajmet e treshit në këtë zgjim. Ka patur ndoshta ndonjë këngë me ndonjë emër të njohur që është punuar në studio, por s'është publikuar asnjëherë. Po. Arsye pse s'është publikuar, me kë ka qenë bashkëpunimi, çfarë mund na zbulosh? Dëgjoj, kam shumë këngë të publikuar dhe kur e kam bërë këngën, domethënë tregojmë sinqert, e kemi lënë që ta lëm private këtë pjesën, sepse janë emra që nuk duhet I përmend. Nuk duhet I përmendur. Nuk duhet I përmend. Po ti përmendim ne, për shembull, edhe të thosh po jo. Po provoni. Unë e përmenda një emër, Alban Skënderaj. Po nuk na tha për asgjë, nuk na tha. Po thjesht ti je mjaftueshëm. Ndoshta konfirmon kështu. Ndoshta. Varet. Asnjëherë s'e di. Një dashuri do të bënte të krijojë një këngë vetëm për të? Për momentin jo, nuk e shoh dashurinë. Sepse du të merrem më shumë me veten, punoj për veten tim, të eci para. Nuk e shoh dashurinë sepse jam dhe një moshë të vogël. Patjetër. Edhe për momentin jo. Nuk ke ndërmend. Pse sa vjeç je ti, Ervin? Unë jam 19 vjeç. 19 vjeç. Na zbuloi Gerta herën e kaluar. Si kam. Por tash romantik edhe pse është. Dhe kur e pyetëm Gertën dhe I tham
kush vuan më shumë, kërë të tha, le të vuaj Ervini se mu ka kalu mosha i qikë. Dhe gjë, nuk është se kam kalu dashurin, edhe nuk dua la që ta kaloj. Pastaj, kur ta shoh vetes. Ervin dhe kuptosh që ajo vjen pa të pyetur, edhe të lëndon pa të pyetur. Po, ajo s'diskutohet. Mirë. Kush është më tolerant nga ju të dy? Mendoj se unë jam. Po, Elvi është. Kemi Elvin më tolerancë. Nëse keni kundërshtime mund të flisni. Të hapur jemi të gjaj. Redimisht, Elvi fale edhe më shumë, besoj. Varet. Elvin e kam shpirt, po e them edhe këtu. Është një djalë që më ka ne të afër gjithmonë. Edhe jemi bashkë gjithkohës, edhe do t'jemi gjithkohës. Është e bukur ta shikosh miqësinë të ndërtuar me punë. Dhe për para se ta mbyllim, ke ndonjë merak të fundit të Si s'kam, kam 2-3 merakje, gjithmonë. Do të thonë, në qoftë se s'kam merakje, diçka nuk ka shkuar. Vera para është, sot është thuajse fundi i qershorit, me pagesat mirë keni punët? Paguhenin verë? Ta tregoj? Ja. Si jo, po, jo, mos ta tregoni sa paguheni, se ne s'duam t'ju vendosim siklet. Por që si shkojnë punët me lekën të periudhë? A hedhi njerëzit lek, ka bakshishe, se këngëtar live jeni në fundit? Varet. Kjo është vërtet. Varet s'është përgjigje, Elvi. Varet s'është kur përgjigje. Dhe që dish për pagesën? Po mos më thuaj sa, a ka lek po them se? Po, normale që ka. Ka, varet qarë evente shkon, qarë merë për sipër, ose ku di unë. Edhe normale që ka. E ke menduar? Po të kërkosh e gjenë. Po të kërkosh e gjenë, hedhi njerëzit lek? Ndoshta ndonjë organizim familjar. Shkon ti në organizime familjare? Po, shkoj. Hedhi njerëzit lek? Ta thash edhe shpar, varet se ku shkon. Në organizim familjar dasëm? Po, dasëm, normalisht. Normalisht që Ka lek. E ke menduar ndonjë festivali? E këngës flas. Që automatikisht përfitove shkon në Eurovision, pra cilët janë qëllimet, projeksionet. Inshallah, mendoj që po. Një herë, një vit me një material muzikor? Me të drejtën, se djela. Dhe ke ko plot të mendosh. Ta mbyllim me muzikë të bukur bashkë? Po, e mbyllim me çfarë ta mbyllim? Do ta mbyllim me një këngë shumë bukur. Hajde Elvi, bëjmë dallën. Po jo vetëm ndonjë refren, çik më gjatë. Do bëjmë dallën dyshe, një lule të sjell. Do të kaloj detet, se imja ti je. Do bëjmë dallën dyshe, një lule të sjell. Do të kaloj detet, se imja ti je. Fantastike, fantastik. Faleminderit shumë, urojmë shumë shumë të bukur me muzikën tuaj, më të mira suksese dhe pa që gjithmonë këtë miqësinë e bukur që kesh. Dhe urojmë shumë që shikuesit tanë të jenë zgjuar tani më, sepse kënduat 3 këngë. Praktikisht që bëni gati sepse ata 2 të ftuarit e radhës janë një tornado e vërtet, edhe pse është një orar shumë i herët mëngjesit. Si thot kënga e Luanës me Ervinin, bye bye, sot bye bye. Qemi pas pak.